falënderimet qofshin për Allahun, selavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vullin e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit, ku elusim Allahun xhelalu të na bëjë prej tyre. Të nderuar vëllezër, nderuar besimtar, vazhdojmë të jemi me jetën e të nderuarit Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. U ndalëm në 2 herë të kaluar me disa nga urtësitë që përcillen nga ky zotëri i nderuar, dhe padyshim që të tilla janë të shumta nga ky njeri. Sonte kalojmë në një temë tjetër ndër më problematike në historinë islame. Njihet ndryshe si konflikti midis Aliut radhiyallahu anhu dhe Muawiyes. Tema më problematike në historinë e Islamit. Arsyeja sepse në mes janë kolosët e Islamit. Besimi jonë i muslimanit në lidhje me sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam është i qartë dhe gjykimi i besimit, domethënë në lidhje me sahabët është i padiskutueshëm. Që do thotë, ata janë njerëzit më të mirë pas profetëve. Janë njerëzit më të mirë pas profetëve. Janë të gabueshëm, nuk është se janë të pagabueshëm. Janë brezi më i mirë i dalë në faqe të dheut dhe nuk ka diskutim për diçka të tillë. Nuk ka diskutim për diçka të tillë. Më i pakti tek ata nuk krahasohet më të mirë në mesin tonë. Më i mirë me të gjithë brezat, domethënë. Pra ata janë brezi më i mirë. E megjithatë, në fund mbeten njerëz, që do të thotë që dhe ata kanë gabimet e tyre, dhe ata mund të kenë rrëshqitjet e tyre, por këto rrëshqitje nuk janë besimin e këtyre njerëzve. Çfarë ndodhi midis Aliut dhe Muawiyes radhiyallahu anhuma, 2 sahabit nderuar. Njëri është një ndër 10 përgëzuarit me xhennet, tjetri edhe pse i mëvonshëm, në pranimin e Islamit, por është një ndër shkruesit e Kur'anit famlar, një ndër ata persona që ka marrë pjesë në shkruajtjen e Kur'anit nga goja e pejgamberit alayhis salam. Pra i shpallej pejgamberit dhe i dërguar i Zotit i thonte Muawiyes që eja dhe shkruaje këtë pjesë të Kur'anit famlar. Dhe ato që e përzgjedh profeti sallallahu alaihi wasallam për një detyrë të tillë, nuk di se çfarë mundesh domethënë të thon për një njerëz të tillë. Ku nisi problemi? Përmendëm se si u zgjodh Aliu radhiyallahu anhu kur u zgjodh shumë natyrshëm. Me besën ose me votimin e sahabëve mbar, ata të cilët ishin në Medinë, dhe ndër të parët i cili domethënë i ka dhënë besën Aliut radhiyallahu anhu ka qenë dhe jati i Muawiyes ose zotëria e nderuar Abu Sufjani radhiyallahu anhu. Kuptohet që sahabët kishin konceptin e tyre në drejtimin e një shteti. Nuk kishin fotokopje njëri tjetrit. Pra gjithse i cili kishte konceptin e tij. Pra Ebu Bekri radhiyallahu anhu kishte një koncept, Umeri radhiyallahu anhu një tjetër koncept, Uthmani po ashtu një tjetër koncept, dhe Aliu radhiyallahu anhu kishte konceptin e tij. Dhe ky koncept bazohej gjithin mbi dashurinë për Allahun, për fenë Allahu subhanahu wa taala në mënyrë të padiskutueshme. Nuk akuzojmë dhe nuk guxojmë të diskutojmë në tema të tilla që të flasim domethënë rreth politikave të tyre se ishin apo nuk ishin të duhurat, ashtu i pan dhe nuk ka dyshim se ato ishin më efikase domethënë për njerëzit. Aliu radhiyallahu anhu me të marr besën e besimtarëve ose të muslimanëve u nis dhe kishte në fokus ndërtimin e shtetit. Pra shteti tashmë ishte i lëkundur sepse u vra ose ndodhi vrasja e prisit që ishte Uthmani radhiyallahu anhu. Më parë ish vrarë dhe Umeri, por jo si Uthmani. Umeri u vra në pabesi, ndërkohë që Uthmani radhiyallahu anhu u vra me pretendime të shumta për korrupsion apo për keq përdorim të pushtetit. Pra kishte dallim shumë të madh. Ishte luhatur tashmë pushteti tek muslimanët. Dhe Aliu radhiyallahu anhu këta mira njerëz të cilët morën pjesë në vrasjen e Uthmanit, nuk e shifte të udhës që të merrej fillimisht me ta. Pra kërkonte se këta nuk është se po flinin gjumë, pra bën këtë veprim edhe po flinin gjumë.
Ata do të vazhdonin sërish domethënë rrugën e tyre të përçarjes, rrugën e tyre domethënë të sundimit që kishin mend. Kështu që dhe zotëria i nderuar Aliu radhiyallahu anhu deshit përdorte një tjetër politikë me të cilën nuk u pajtuan edhe sahabët të tjerë, siç do të jetë Aisha, siç do të jetë Zubeiri, siç do të jetë Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Muawiya radhiyallahu anhu, po kjo nuk do të thotë, pra na tregoi edhe një herë tjetër Aliu radhiyallahu anhu se prisi mbetet prijes. Prisi nuk është se çfarë të pëlqen ty. Pra të marrësh tani të pyesësh një xhamat se ç'më ndim keti për një X prijes, një X imam, nga më e vogla po them dhe duke dalë tek më e madhja. Në çfarë do ta gjykojnë? Në paraqitjen e tij për shembull, është i hijshëm ose jo, në mënyrën e komunikimit dhe këtu jemi dakord. Po në vendimarrje nuk është një xhamat i tërë ai i cili vendos, por është një prijes. Dhe Aliu radhiyallahu anhu tregoi edhe një herë tjetër se si rënditet ose si është kjo struktura e pushtetit. Ka një kokë e cila drejton, merr përgjegjësitë mbi supe, edhe kur do të bjerë ndesh me njerëzit më të afërt. Naila, që ishte bashkëshortja e Uthmanit radhiyallahu anhu, në vrasjen e të shoqit të Uthmanit, ishin këputur dhe 4 gishtrit e saj, pra nxorri dorën për të mbrojtur të shoqin dhe i këputën gishtrit. Dhe këmishën e Uthmanit ose rrobën e Uthmanit bashkë me gishtrit e saj, ku i dërgon? I dërgon në Damask, atje ku ndodhej Muawiya radhiyallahu anhu. Përse në Damask? Pra a kishte kjo zonjë dyshim domethënë tek Aliu? Absolutisht. Mirë, po Muawiya ishte më i afërt me Uthmanin se sa Aliu, në gjak po flas. Dhe ata të cilët janë më të afërt janë ata të cilët e kërkojnë janë prioritar për të kërkuar gjakun ose hakmarrjen. Kërkojnë gjakun e tyre. Kështu që Muawiya u rëndit me ata të cilët fillimisht donin që të shkonte drejtësia në vend, që do të thotë që të gjithë ata të cilët kishin marrë pjesë në komplotin kundra Uthmanit radhiyallahu anhu të merrnin atë çfarë meritonin, siç thotë Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e tij famlar, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dhe në qisas, në vendosjen e gjykimit të drejtë, ka çfarë? Ka jetë. Ka quajtur Allahu, do të thënë ka jetë për ju o të zotët e mendjes. Pra, në zbatimin e ligjeve të Allahut, qofshin ata, do të thënë edhe me vendimin më të egër, do të thënë të mundshëm, siç është vrasja, do të thënë, në këtë vendim ka jetë, thotë Allahu subhanahu wa taala. Por ai ishte kundër Aliu radhiyallahu anhu, nuk ishte kundër. Ndërsa Aliu, do të thënë, metoda e Aliut ose politika e tij rrifte diku më larg, që tregoi edhe një herë tjetër se ishte i aftë për pushtetin që kishte marrë mbi supë pushtetin e muslimanëve dhe përgjegjësinë e pushtetit të muslimanëve. Aliu radhiyallahu anhu në politikën e tij thonte të forcoj shtetin, të stabilizojë domethënë pushtetin, pa merre me këta, sepse këta njerëz nuk po flenë, pra ishin mbi 3000 vetë vëllezër. 3000 vetë, këta nga i rob nuk e kishin një me pas. Leja që mund të kishin shumë më shumë, po nga një, sepse nga këtu do të dalin Khawarijët pastaj. Dhe Aliu radhiyallahu anhu thonte të stabilizojmë herë vendin, nuk duam gjakderdhe, të stabilizojmë vendin. Dhe nisi domethënë dhe me lëvizjet e tij, nisi të bëjë lëvizje. Mirë, po çfarë ndodhi? Ndodhi që Zubeiri radhiyallahu anhu dhe Abu Musa al-Ash'ari e kishin paraprirë për në tokat e Irakut, duke agravuar ose duke nxitur njerëz, duke menduar se Aliu radhiyallahu anhu në rastin konkret ka nevojë për mbështetje. A kemi nevojë për mbështetje? Kapitali më i madh i mundshëm jon janë njerëzit. Kapitali më i madh janë njerëzit. Ndaj mos na larg Zoti pa njerëz të cilët i duam dhe na duan për hatrin e Tij. Se ata janë kapitali më i madh. Dhe Aliu radhiyallahu anhu e qortoi një veprim të tillë. Dhe u kërkoi, domethënë duke u thënë që kush ju ka thënë juve se unë po kërkoj një diçka të tillë. Kjo fjala që kush ju ka thënë juve, u kuptua sikur Aliu radhiyallahu anhu nuk e kishte merak dhe nuk e kishte peng këtë pjesë, por dëshironte fillimisht pushtetin. Tani ai i cili ka shku dhe është ke Zoti vet, ai është ke Zoti, ne nuk do ta rikthejmë dot më në jetë. Pra duhet merremi fillimisht me çfarë? Të stabilizojmë jetën për këta të cilët jetojnë. A duhet ta lëm pas dorë në mënyrë kategorike? As nuk do ta lindë Aliu radhiyallahu anhu. Por caktimi i Allahu xhalla xhelalu është që këta njerëz
do të përplasen me njëri tjetrin për të treguar brezave me radhë. Wal fitnatu ashaddu min al qatl, se përçarja është me pasojë akoma më të mëdha se sa vetë vrasja. Për të treguar edhe një herë tjetër që përçarja mund të kaplojë çdo. Për të treguar edhe një herë tjetër se sa do të jesh i mirë, sa do të jesh i përgatitur, sa do të kesh afrimitet me njëri tjetrin, shejtani arrin të realizojë punën e tij me miq dhe ushtarë që ka për rreth. Dhe ja arriti diçka e tillë. Kur Aliu radiallahu anhu i kërkon domethënë Muawijes që të ndalet nga ligjërimet të cilat ftonin banorët e Shamit, Siria sotme dhe përreth saj, të cilën e sundonte Muawija sa vite? 20 vite me radhë. I emëruar që në kohën e Umar ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Për atë zotëri, ka thënë Imam Dhahabiu rahimahullah, ai ka qenë ndër politikanët më të mirë që ka pasur Islami. Madje thot mund të themi që nëse bëhet fjalë për politikat se si i bënte, mund të themi që ai ishte më lart se sa vetë Umeri radiallahu anhu. Pra politika ka njerëzit e saj. Dhe Muawija ka qenë ndër ata i cili thonte, nëse me dikëm lidh vetëm një fije, një flok ose një fije, domethënë, unë nuk e shkëpus lidhjen me të. Pra me shkëput lidhjen me dikë është shumë e lehtë. Nuk e shkëpus thonte lidhjen. Kur ai e tërheq, unë ja lëshoj pak. Dhe kur ai e lëshon pak, unë e tërheq për nga vetja. Ama se si domethënë të krijoj armiqësi. Ashtu ishte Muawija radiallahu anhu. 20 vite do t'i sundoi si vali dhe 20 të tjerë do t'i sundoi domethënë si prijes i besimtarëve, si i parë i shtetit, duke bërë në total 40 vite pushtet. 40 vite pushtet. Dhe kur i kërkon Aliu radiallahu anhu domethënë në statusin e prisit që ta ndaloj një lloj ligjërimi të tillë, pra nuk e dua më një ligjërim të tillë nga ana jote, domethënë një ligjërim nxitës, sepse nuk është koha për të nxitur për hakmarrje, thon ndryshe. Muawija radiallahu anhu tha, unë nuk të kam dhënë besën ty. Unë nuk të kam, domethënë s'të kam dhënë besën, pra për mua kush ishte i parë ishte Uthmani. Ty të kam votu, nuk të kam votu. Ndaj dhe unë nuk të kam dhënë besën ty. Hajde të marrëjmë punë me vrasjet e Uthmanit, pastaj të jap besën, nuk e kam asnjë problem. Nuk ishte përplasje atyre vëllezërit e mi, nuk ishte përplasje pushteti, ishte përplasje koncepti. Nuk ishte përplasje pushteti, lakmia për pushtet, por ishte përplasje koncepti. Nuk ishte përplasje se kush është më i mirë, se Muawija radiallahu anhu e ka thënë më parë dhe ka thënë më pas që ai Aliu radiallahu anhu, siç i ka rëndit Allahu subhanahu wa taala në pushtet, i tillë dhe ka qenë. Pra i katërti ndër më të mirët ose ndër të përgëzuarit me xhennet. Ndër shumë përgëzuar, një hadith pejgamberi alayhis salam ka përmendur 10, por normalisht ka shumë se sa 10 të përgëzuar nga ana e pejgamberit alayhis salam apo nga Allahu xhalla xhelalu. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina alladhina yubay'unaka tahta Allahu xhalla xhelalu është i kënaqur, pra është i kënaqur do thotë që është razi, pra përfundimisht me ata të cilët të dhanë besën ty në pemën e Hudejbijes. 1400 mbi 1400 vjet kanë qenë aty. Pra të përgëzuarit me xhenet normalisht janë shumë më shumë, por të cilësuar me emra i kanë numëruar diku rreth 30-40, domethënë me emra. Ndaj Muawija radiallahu anhu e dinte shumë mirë diçka të tillë dhe ishte përplasje konceptesh. Ky kishte një koncept dhe Aliu kishte një koncept tjetër. Muawija nuk ishte i vetëm në ato që pretendoi dhe Aliu radiallahu anhu në të njëjtën kohë nuk ishte i vetëm në ato që zbatoi dhe zhvilloi. Ndaj këto përplasje të cilat nisën në Safin, domethënë përplasja e parë e muslimanëve në Safin, ndër më të vështirat, pasuan pas tyre dhe të tjerë si Xhemel, kështu me radhë, patën të rënë nga të dyja krahët. Domethënë kishte të vrarë nga të dyja palët, nga të dyja kampet, por nuk kishte tekfir. Domethënë nuk bënin qafir njëri tjetrin, nuk u vrisnin, nuk po vriteshin në emër të fesë.
ose domethënë në emër të privatizimit të fesë, me thonë që unë jam dhe ti si, pra nuk e kishin një koncept të tillë. Po ishte luftë që nuk e synuan, edhe këtë nuk e deshën, se ka shumë detaje kjo, ndaj të dietarët e Islamit kanë thënë që është më mirë të heshtim midis asaj që në atë që ka ndodhur midis Muawijes dhe Aliut radhiyallahu anhu. E përkthyer shkurt domethënë, që të dy janë sahabi, që të dy janë njerëz mund të gabojnë, që të dy patën konceptet e tyre në atë që vepruan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte paralajmëruar për një përplasje të tillë në shumë hadithe të tija, ku në një prej atyre haditheve që është dhe vendimtari i cili e ndan domethënë këtë çështje, është hadithi i Ammarit, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, ku Ammari tek ndërtonte në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të gjithë mbanin nga një tull, por nga një qërpiç, ndërkohë që Ammari mbante nga dy të tillë. Dhe profeti alayhi salatu wasalam që i thonte që më buto Ammar, domethënë që mos u lodh kaq shumë. I thot Ammarit radhiyallahu anhu, ty do të vrasi el fi'atul baghiya. Do të vrasi grupi i cili është zullumqar kërshi grupit tjetër. Apo kur thot domethënë për nibin e tij, për Hasenin radhiyallahu anhu, ky djali im, ka thënë, pra nipi im, nëpërmjet tij Allahu subhanahu wa taala do të bashkohej dy grupe të mëdha prej muslimanëve, të cilët do të luftojnë njëri tjetrin. Dy grupe të mëdha prej muslimanëve, të cilët do të luftojnë njëri tjetrin. Ndaj vëllezërit e mi, ajo që ndodhi midis Muawijes dhe Aliut tregoi edhe një herë tjetër njerëzore, se janë njerëz. Tregoi edhe një herë tjetër njerëzore, se janë njerëz. Dhe ajo çfarë pasoi nuk ishte gjë tjetër më shumë se sa të qenit njerëz. Ishin të gabushëm, kishin dhe ata gjykimet e tyre, ama kurse nuk kalonin në urrëtie fetare. Dhe ajo që mund të përcillet se ka pas urrëtie mes shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk ekziston. Kush e vërtet? Kush e vërtet se Aliu radhiyallahu anhu domethënë të jetë mallkuar nëpër mimbere të ndryshme në ditën e xumat, jetë shartë, jetë ofenduar, nuk ka lejuar dikush diçka të tillë. Ka ndodhur çfarë ka ndodhur midis tyre, Allahu ka treguar nëpërmjet kësaj gjëje që kanë qenë njerëz në fund ditës, kanë qenë gabimtar, gjithë gabojnë. Të gjithë gabojnë pa përjashtim. Pra këtu ka treguar se edhe nga shkolla e profetit alayhi salatu wassalam ka prej tyre të cilët do të gabojnë. Gabimet do të jenë fatale, do të jenë me pasoja, ishin. Askush nuk e mohon. Ishin me mira të rënë, me mira dëshmorë nga të dyja palët. Mirë po, në ditë vështira, domethënë zbulohet edhe pjesa e gjithkujt, pjesa e tij e brendshme. Pra subhanallahu, ti domethënë të luftojsh me një person. Nuk e urreshtuan për luftë, po nuk e fillonin luftën me njëri tjetrin, derisa hipokritët ishin ata të cilët qelluan nga pas dy kampeve dhe i futën në luftë, domethënë, i futën në luftë. Pra edhe dy njerëz të mençur, edhe dy njerëz të ditur, a mundën të përplasen me njëri tjetrin? Patjetër që mundën të përplasen. Patjetër që mundën të përplasen. Ndaj nga këto ne duhet të marrim mësime, cilat janë mësimet? Mësimet, vëllai im, është një gjë sado e vogël qoftë, një problematikë sado e vogël qoftë, me një të njohurin tënd, me një vllajin tënd prej gjaku dhe kushdo tjetër, sheshoje nëpërmjet ballafaqimit, nëpërmjet diskutimit. Pra fillimisht herë do të diskutojmë. Mos lejo fjalë nga larg. Ti në një kamp flet, ai tjetri flet në një kamp tjetër, edhe o burra se çfarë po bëni. Shejtani do ta bëj punën e vet. Mund të jenë domethënë gjëra shumë të vogla që mund të ndodhin midis njerëzve. Dhe futet shejtani nga një derë që kush je ti dhe kush është ky. Si ta tha ky ty këtë fjalë? A ka ndodhur? Ka ndodhur dhe do të ndodhi. Kur ka ndodhur me njerëz më të veçantë, a pret ti vallë që mos ndodhi me mua, me ty dhe me çdo tjetër? Kur mos fut egon dhe unin tënd në mes.
Ka njerëz domethënë që nis tu flasësh në një përplasje që kanë me njëri tjetrin, shkon tek një fjalë për t'i pajtuar dhe shkon tek tjetri, si flas kurrë thotë unë atij. Kush je ti që thua unë nuk e bëj diçka të tillë kurrë? Kush je ti që thua që unë nuk i flas atij kurrë? Me çfarë tagri? Çfarë pas ka bërë vallë një person i tillë, domethënë që pas ka merituar deri në ato reagime? Mund të jenë gjëra shumë të vogla e ritheksoj, por që vuajnë nga çfarë? Nga një takim, nga një ballafaqim. Aq më tepër i trashin njerëzit hallkat kur nisin dhe i diskutojnë me të tjerët. Nëse ke diçka me mua, hajde diskutoje me mua. Përse fut një të tretë në mes, shkon dhe diskuton fillimisht me të. Ulesh e diskuton me të. Dhe ky i treti që ndoshta nuk është dashakeqëre, nuk e ka për të keq. Mirë, po mënyra se si mund t'ja përcjellë këtij tjetrit, t'ja përcjell në një formë të gabuar. Ja përcjell në një formë të gabuar dhe nis domethënë trashet hallka. Dhe shtohet domethënë derisa mund të kalojë ruj na Zot në urrëtie. Po muslimani me urrëti muslimanin, o vllai im. Ai është ju ka quajtur juve thot Allahu xhelle xhelalu musliman domethënë. Është Allahu që ju ka quajtur si të tillë. Nuk bën kurrë muslimani domethënë që ta urrejnë muslimanin. Mund të kesh çfarë mund të kesh, po jo të kalojnë urrëtie. Ama po nete domethënë duke e pas larg syut, është dhe larg zemrës, është me të vërtetë ajo. Mos rri në përqoshe duke bërë mohabetin e tjetrit. Mund të jetë një diçka shumë e vogël, po shumë e vogël ama, dhe fillon e trashet hallka, ai sa mund të kalojë rujnë e Zotit dhe në urrëtie. Dhe e mbyll me historinë e dy kolozëve, të dy dietarëve të mëdhej, Muhammed ibn Sirin dhe Hasan al-Basri rahimahullah, dy bashkohës, të cilët kishin studiuar së bashku, kishin ushtruar domethënë hoxhlikun së bashku, një fërkim ose një përplasje e vogël, dhe Hasani radiallahu anhu rahimahullah përdor një fjalë dhe thot ai rrobaqepsi, sepse familja e Muhammed ibn Sirin në zanatin e tyre ishin rrobaqepës. Erdhin duke u trash hallkat, aq sa nuk u takonin me njëri tjetrin, ose kërkonin ta shmanglin njëri tjetrin. E ke parasysh kur dikush do të thonë i thu që është dhe filani aty. Zduhun, po që filani zduhun. Dhe shef Haseni, rahimahullah, shef një ëndër. Kush ishte nona dhe baba i komentimit të ëndrave? Muhammed ibn Sirin. Haseni radiallahu anhu, rahimahullah, me gjithë dijen që kishte, domethënë dinte shumë mirë pozitën e Muhammed ibn Sirin në komentimin e ëndrave. Ndaj dhe kanë thënë që pas Ebu Bekrit, në mesin e sahabëve ka qenë Ebu Bekri ai i cili ishte më i afti për të komentuar ëndrat. Pas Ebu Bekrit kush ishte në këtë status? Muhammed ibn Sirin, rahimahullah. Krahas diturisë së madhe që kishte, ishte dhe imam kur i thonë në këtë lëmi. Dhe sheh në ëndër veten e tij për Haseni, thotë sheh veten lakuriq mbi një grumbull plehu, pra pleh baktie, duke i rënë fyllit. E trembi shumë kjo ëndër. E trembi shumë. Nuk flasim shpesh për ëndrat, se njerëzit mërojnë, domethënë që ëndrat e nisin, jo po kam pa, ka rrop që shef ëndra, kam pa kështu, kam pa ashtu. Jeto me realitetin, le ëndrat. Ëndrat janë përgëzuese, po duhet me punu, se në ëndër nuk fitohet xheneti. E pash veten në xhenet, ose të tjerë domethënë që pash profetin alayhis salam. Sa nis të gjuti domethënë shef, ai çdo gjë mund të ketë pa, por profetin se ka pa. Shife profetin në jetën e përditshme ti. Shife sunetin në traditën e profetit alayhis salam, atë në cilën ai ftoi, aty shife profetin, po nëndra e pesë atë e Allahu subhanahu wa taala kujdoi. Dhe kur pa këtë gjë, dërgon një nxënësin e tyre të përbashkët duke i kërkuar që ta pyes Hasenin, Muhammed ibn Sirin, ta pyes, por të mos i tregojë se ai i cili e ka parë këtë ëndër është vetë Haseni. Dhe shkon djaloshi, e përshëndet hoxhën
dhe i thotë hoxh desha të të pyes për një ëndër. Pra as nuk i thotë që e kam pa, as nuk i thotë se kush e ka pa. Desha të të pyes për një ëndër. Kur urdhëroi bir, thotë si qëndro, thotë dhe ja tregon ëndrën. Kur ja tregoi ëndrën të gjithën, i thotë Ibn Sirin, Muhammed Ibn Sirin, i thotë thuaj Hasenit, shko pyete vetë rroba qepsin. Dhe shkoja përcolli fjalën tekstualisht siç ja tha. I thot Haseni, i thot, a i tregove ti që jam unë? Jo vëllai, thot se kam përmend fare. Ku ishte? Në xhami. Unë nis thot në xhami. Shkoni vëllezërit e mi, aty ku sundon imani, ku sundon dashuria për Allahun, sheshohet çdo lloj problematike. Sa u pan me njëri tjetrin u përqafuni herë fort. U përqafuni herë fort. E kur u përqafun me njëri tjetrin, domethënë, duke i kërkuar hallallik njëri tjetrit, se s'kishte ndonjë gjë të madhe me disë tyre. Një gjë shumë e vogël, por që mund trashet. I thot Haseni, thot pash Zotin, thot, si e more vesh që e kam pa unë ëndrën. Të ta komentoj, thot, pastaj të them se si e more vesh. Thot ti e trem nga kjo ëndër, ndërkohë që kjo ëndër domethënë është përgëzuese. E përsa i përket, thot, që i ke pa veten lakuriq, do të thotë që ti je i zhvesh nga çdo dashuri dhe interes dynjalliku. Pra nuk e shet fenë Allahut ti. E përsa i përket, thot, pirgu të plehut që e ke pa, kjo është dynjaja, të cilën thot e ke vunë në këmbë dhe je i zhveshur prej saj. Ndërsa përsa i përket fyllit, thot, të cilin e ke pa, domethënë, kjo është shenjë që ti je në rrugën e Allahut, je në rrugën e drejtë. Kur ti fryhet surit, kur ti fryhet po themi domethënë fyllit në ditën e Kiametit. Pra çfarë simbolizon? Simbolizon shenjën për shku për tek Allahu xhallal xhelalu, që do të thotë që në rastin konkret i ftues në rrugën e Allahut dhe vallahi thot nuk shoh njeri që i plotson këto kritere në këtë kohë vetë shteje. Pra s'kishte se si ta shifte tjetër kush këtë ëndër vetë shteje. Se unë të shoh ty thot më i miri i kohës tonë, të vlerësoj dhe të shoh më i miri i kohës tonë. Ndaj dhe thash që nuk mundet tjetër kush veç Hasenit ta shohë një ëndër të tillë. Kishin kriju hendejqe ndoshta me njëri tjetrin për gjëra shumë të vogla, mirë po subhanallah, kur besimi e sundon zemrën, bën domethënë mrekullinë dhe e shndron musibetin fatkeqësinë në lumturi. Vëllezërit e mi, jetoni pranë me njëri tjetrin, duajini njëri tjetrin para se të bëheni bishman. Afrohuni me njëri tjetrin sa më shumë, mos lejoni që shejtani të depërtojë në zemrat tuaja. Për problematikat më të vogla mos u bëni gjykatës, por bëhuni muslihin, rregullues. Të afroheni me njëri tjetrin, bëhuni tolerant. Ai i cili toleron, e toleron Allahu. Ai i cili fal, e fal Allahu. Ai i cili mshiron, e mshiron Allahu. Një fjalë më pak është një llogari më pak. Një reagim më pak i keq është një llogari më pak tek Allahu subhanahu wa taala. Sa më shumë me fal, sa më shumë me toleru, sa më shumë me qenë zemërgjër, sa më shumë me qenë dëshëmir me të tjerët. Më i miri ndër ju është ai i cili është më i miri me kë, me familjen e tij. Dhe kështu fillon dhe zirohet hallkat. Wa ana khayrukum li ahli, dhe unë jam më i miri ndër ju në mënyrën se si sillem me familjen time, me shoqërinë time dhe të gjithë me radhë. Ta vlerësojmë njëri tjetrin, ta pranojmë njëri tjetrin me të mirët dhe me të këqijat. Jemi të gjithë gabushëm. Të mos kërkojmë xhenetli dhe të mos kërkojmë Abu Bekr kur vetë nuk je Umer. Duhet jesh vetë Umer që ta kërkojsh tjetrin që tjeta je Abu Bekr. Kështu që ai ka një tmet, ti po të kërkojsh tek vetja mund të kesh edhe 10 të tilla. Ndaj fokusohu këtë tujat, qëndro pranë me njëri tjetrin, falë, mëshiro, tolero, që të në tolerojë Allahu subhanahu wa taala. Lutem ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na pajisë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mëso Zot ta vëmë të në shërbim të fesë tonë. Na bëj vdekjen të lehtë, na mëso Zot të lesim me dinjitet dhe shahadet. Lutem ty i madhnueshmi Allah siç na mësove të mbledhim këtë vend begat, me madhëruar madhërinë tënde dhe me përkujtuar njëri tjetrin
me mësimet e tua, na mundso Zot të mos dalim prej këtu vetëm se me gjunahet falura, me teubat pranuar, me lutjet pa refuzuara. Siç na mblodhe këtu o Zot, na mbledh ne, familjet tona dhe të gjithë ato të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Të lutem ty e mëdhnueshmi Allah për gjithë pranishmin, Zot mos u lë gjunaf pa fal, mos u lë hall dhe breng pa zgjedh, mos u lë lutje pa u pranuar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.